Përshëndetje me që dhe zë mikrofonit, përshëndetje për kretë ata që po në ndjekin non-stop, përshëndetje juve që në rështë për kretë ata që në më keni shkru non-stop, që në sonte me posto para me një këngëtar shumë madhë, një sinonim i atmosferës apo një muqiqe. Faleminderit Ben. Faleminderit shumë. Ty edhe kejt atyre që po në shikojnë edhe që pe përcjelin këtë emision. Dhe ze mikrofoni. Shtash këna me dhezë. Me afrimin ko shumë ko që punojmë moti, ko këna punu bashkë, këna kalu gjithë mirë. E vërtet. Një super këngëtar, për këto e din krejtës këna në nevoj me diskutu. Afrim, kalzom gjithë të vitë e karierë, gjithë këtë hitë, gjithë këtë karierë, gjithë këtë punë, që shke mujtë me qëndru cilë është sekreti. Përveç muzikës mirë. Po, muzika mirë nuk diskutohet, sekreti më e madhë mendoj që e kom thonë shumë herë për përsëris edhe të ti. Sekreti është publika. Definitivisht, ata të cilët për 20 vite me mbajnë ende gjallë dhe për thomë, vetëse e kom nisë. Qash po njëna mirë, sincerisht për thomë që po mdoket vetëse e kom fillu. Kështë që edhe gjdo event që e kam gjithmonë, e kam një valë treme. Ja, tremen që me u frigu pej profesionet, po e marrë përgjithsin, do më thonë, qashtë madhe sa që ata që po në shqyqojnë e din që unë jam i pari, që shkaj edhe i fundit dalë. Do më thonë, gjithmonë edhe para dasmorit jam salë. Sepse nuk du me janë në lasit asë njerë, sepse gjitha ato eventet që ne i bojmë, do më thonë janë të shajta, edhe normalisht që nuk ka shans me përsërit, kështu që ato jam jarë zakonisht e kujdesshëm. Qish përmërsh me menagju gjithë të data, gjithë të dasma, gjithë të neja, do më thonë edhe kreti din që afi muqiqës non-stop i në zanë, non-stop nën, qish po mund është me arri gjithë këtë energji, gjithë këtë, sa pushon, sa Unë e kom një loj kompanijin, që së me thonë. Dhe më thonë, grupi yjet, faktikisht është kompaninë vete, sepse se cili ka detyrat e përgjithësit e veta, dhe më thonë, Valoni është ai cili merret me menaxhimin e data, apo në apet i ri, mi kryse, lora hatë, amrit, asëmrit. Dhe më thonë, çdo san funksionon si grup, si një kompani shumë serioze, dhe mendoj që ata i din rregullat është marrëveshja e unë asisoj që në çdo event, në çdo mbrëmje do të qenë strikt. Absolutisht jemi shok, jemi familjare, jemi më të mirë në botë mirë, po në bind nuk e një fasionin. Sakë, dhe më thëmë asgjërin të jo. Puna. Puna. Po këthejme këtë në fillimet e tua. Dhe më thonë, nëse kështë njësë prapi fillimet, a kështë fillu me kënu më qëtë gjanda që shjetash? Kur nuk i bi pishon, arsyja e vetë me pse unë në qëfëse ishte konë mundësia mu këthy dhe njerë, jam masë i bindun që nuk do ndryshoja fare asgjë. Arsyeja është ajo që e thash në fillim që publiku është ajo që më ka shpërbly. Imagjino sot e kësaj dite, gati këtë 40 vite, jenë rrit edhe ndru gjenerata, ato këngënon alo. Kështu që ajo është pasionia më e madhe për mu. Me këto për shembull dhe ka tregu edhe bashkëpunimi me Tridoksat që e bona Fatuçin. Me Dafina Zeshirin për shembull një këngë të cilën unë e kisha harru, Dafina ka zbulu. Nuk e ka zbulu në atë kuptim, po i ka pëlqyer shumë edhe me ato jëm bind definitivisht që tekstet, aranzhmanët, komponimet e mira nuk vdesin asnjëherë. Do më thonë, teksti i Ndjerit i Vzikrasniqi në atë kohë, një komponim fantastik nga Enes Presheva edhe Afrim Acula bashk. Menoj që verdiktin e publiku, ne sa do muj me thonë, për shembull, mua dhe ty dhe gjithë kolegëve tonë na pëlqen sen. Shpesh e themi, për shembull, usfar sani mirë për neve. Mirë po, nëse nuk e pranon publiku, atëherë jemi në rregull. Edhe unë që jam më i kënaqur jam sepse nuk është këngë, nuk janë këngë të limonada, që i themi në atë zhargonin tonë që dëgjohen 5-6 muaj, 3-4 vjet edhe zhdukën. Domethënë të jetë aktuale një këngë me, domethënë 40 vite, si ka koment. A mendon që problemi aktual të këngë që nuk po kanë një gjatësi të madhe është teksti, apo tema në tekst, apo publikimi i këngëve të shpeshta? Rolin kryesor e luajnë kompozitorët definitivisht, edhe tekstshkruesit. Përderisa ka njerëz, ka kompozitorë të cilët njihen, domethënë
s'du me përmen emra, po njone për aty në edhe të këto që të kam përball tash, komponon diçka që ka vlerë. Në bazë të një tekstit merrfill që e ka shu dikush, atëherë jemi në rregull. Mirë, po nëse fillojmë me inteligjencë artificiale që kanë filluar edhe me bëj gjëra të tilla, unë mendoj që veç kanë marrë veten sepse ai nalt i ka definu shumë sene. Në momentin kur ai ta jap nalt, edhe zonën, edhe krimtarin, edhe shkruajnë e teksteve, edhe këndimin, atëherë është jo banale, po është absolutisht e të mërshme kur po i dëgjoj plot kong. Na pi vren se rose që masa nuk pi vren. Masa nuk i vren, me po du të kenë kujdes sepse ajo mas ka vrejt edhe për para kur janë shku pe playbackut edhe kanë shku në për bina po janë dalë të shgënjëm. Kështu që prapë i thom, ikni asaj inteligjencës artificiale sepse nuk është ajo për atë punë, sepse momentin që unë bëj një kong me inteligjencë artificiale edhe dalë nesër mbin, ata kanë me kesh me mu. Do të thonë shumë jetë shkurt. O ndoshta interesant për momentin mirë, po mendoj që vlerat tona që i kemi kombëtare nuk duhet me i harru, nuk duhet me i kemi kompozitor të jashtëzakonshëm. Kemi të shkruas fantastike, kemi muzikën tonë mirëfill, kështu që jemi në rregull, nuk na vyn ato, nuk ja lejoj kinezë me kënu për mua, s'ka shans. Sa të më jap ai nalt, kinezët tonë nuk vjen. A vrem çfarë po kërkojmë diçka për fillim? Çka dush ti? Qa kemi, o di që ti ki kong pa fond. Une po kom qef që jam sot këtu të te edhe po du thjesht me i tërgu publikut që sot e takova binë mas një 5-6 mujve, asë një gjysë prove se kemi bo. Jo, asë një. Kjo mu më interesan. Nuk ka inteligencë artificiale. është real time edhe është direct live. Kështë që unë po du, hajtë për fillim po shkoj me një kong Gurbetit, ku po du me shfizur rasë me i përshëndet kretë. Gurbetçarë që i kemi jashtë, si kam edhe familjen teme, kam djallë, kam nipin e vogël e motrat e gjithë shqiptarët ku do që janë. Ku po shkojmë? Ge? Ge, hajde. Se çmu do që se më shkreta në gurbet të zi, me mundi me kaloj jeta o shok të mi. Qaj moj semër mos pusho, digju shpirtim, dite nat po trete më mvaj, s'kam njeri o halin të ma qaj. Qaj semër mos pusho, digju shpirtim, dite nat po tretem vaj, s'kam njeri o halin të ma qaj. Qaj zemër qaj, qaj e mos pusho. Bravo. S'ka diskutim. Të çështja e saktësisë këndimit. Sa mendon që ka të na këngëtar të sakt, edhe cili a mendon që është me të lindën, a është teknik, qyshe e spjegon ç't problem? Ka shumë të mirë, ka shumë sakt, po ka shumë këngëtar që janë në ardhje, e që është një fenomen për të çuditur, që janë imitator të mirë, që kanë shumë gabim. Ma mirë është më u kriju vetë. Mirë kesh, aje ka vendosë. Identiteti i këngëtarit. Identiteti nuk ka nevojë për shembull që të imitohet askush, sepse për kopje jemi na. Po mendoj për origjinal jemi na. Nuk ka nevojë për kopje. Ka shumë të sakt. Pastaj ka shumë elemente dhe karakteristika që faktikisht ja u hupin atyne edhe atyre. Domethënë, ato dhe ata që e të formojnë frazat, që është absolutisht e pakuptimt. Nuk e di çka po ju duket ajo. Letë ma marrin si kritik të mirë, që se dojnë, që se nuk dojnë, puna marrë pa mu, se cile ka drejtimin e vetë, po, unë po menoj që nuk lejohet që në një kong të vjetër, e cila ka vlera shekullore, të deformohet fraza, të deformohet komplet këndimi, unë menoj që absolutisht mandaj aty dalin të pasakt, stonojnë, edhe nuk është ajo që do të bekon. Po, unë mendoj që te konga vjetër i ka disa rregulla që nuk do të me dorë për vijës, nuk do të me deviju. Nuk e doron kongët e shuminit vogël, për shembull, kongët e këngëtarëve të mëdhenj, të cilët nuk janë mua dhe kanë lënë gjurmë në kulturën tonë,
besoj që kur po i ndëgjoj disa me bo me u qupi i vorrit, nuk i lon as me jetu dikon në mbillej. Sepse është nuk mundesh me thonë Elba një për, Elba, nuk e lejon. Po me shnit rrëllira. Definitivisht, për shembull, mora shembull këtë këngë. Ose për shembull me shku me përdor ato skallat të orientale në këngë të mirë fitlla shqipe. Jo, edhe unë e bëj kanë ndoshta na ja heng në adrenalin, e cila lejohet po jo në këngë vjetra absolutisht. Cilën këngë për këngë vjetër? Për shembull, aki. Aman e ki, hajde. Larg theje moj nane, djeli nuk më në gra, kur shohem nga gjumi, ty ma nuk të shoh. Ndalin para syve, në natë Kosovane, tu i pritun të ditën, me kryen dritare. O hej, moj Kosovana, në zemër të kam, ty është armënia, ëndrave të mia. Hej, hej, moj Kosovana, në zemër të kam, ty është armënia, ëndrave të mia. Çfarë këngë? Afrem, zakonisht kur e zgjedh një këngë të re që e pranon si demo, normal që fillimisht do të më pëlqyë edhe vija melodike. Definitivisht. Pëlqimin e parë të tekstit do më fokusohesh në gjithmonë, a? 60% të teksti, sepse është porosi, do më thonë me këto jam bind vet. Këngë të cilat u ripërpunun, edhe janë aktuale, pornojnë, do më thonë 20 vite, është teksti. Sepse në këtë muj me bo një melodi shumë mirë, edhe me ja fut një tekst, ojti qikë që e dalë në dritarë rrujë se për trokë për moja. Sa, po do më lidhë qëto, a me ndonë që duhet me u kriju një komision, një diçka për me verifiku dhe për me kalu në dorë dikuj tjetër qëto tekste para se me u publiku? Unë po bënej që du të jetë, si kurse që ka qenë shoqata kompozitorëve, du të jetë një shoqat e tekst shuzve, e cila du të protokollohet. Një tekst i cili duhet të protokollohet dhe thjesht të kalon për mes asaj shoqate. Të filtrohet, sepse ne nuk po jemi të vetëdijshëm se jemi duke lënë një shirit, i cili pastaj do futet në rrjetet sociale. Edhe sa të shtjeta jetë do t'jesin aty. Është histori, është? Është histori edhe faktikisht historia e cila nuk ka kuptim është të rreshme. Se si janë në këta? është të rajshme, do më thonë, nuk jemi të vetëdijshëm për shembull çfarë tekste promovojmë në një heng familjar. Për shembull, sepse edhe ju është servu edhe atyre që na dojnë, për shembull, shumë tekste të këngëve, të cilat nuk janë të duhura në momentin e martesës, për shembull. Motra e vëllon vllaut martesën me këngën Fatizi. Së është mirë. Ose për shembull këngën time. A bën tha me ma këndu këngën, kur të prejmë tortën, ne pëndahemi. Ne pëndahemi, kena me kënu ma vonë. Edhe unë thash, këtë këngë, masi veç po insiston për ta kënoj, po më dash me andru tekstin aty për aty me bo, ne po duhemi. Okej. Kështë ja kënova, sepse s'ma lejoj ketika profesionalit, tash në atë moment, që jo urojmë martesën XY-nit, në momentin e prejës e tortës, ne po ndahemi. S'lidh. Te reportari do më lidh, më vazhja stile, s'van, s'ko kuptim. Te reportari po do më lidh, e di që ke reportar shumë gjon, edhe këna bo muzikë bashkë, kom bos rast me qenë Musafer kur ke kënu fenomenal, edhe bendi, edhe ti gjësën perfekt. Nëse ty bët një kongë, për shamë në porësi, edhe janë të valzu krejt dasma, a e ndërpren, a shkon si pas reportari, qysh e zavendëson, qysh nëzire që situacet e ki provoj. Qa i thu, që ati po më interesant? Ati zakonisht nuk i thom kurgjë, sepse unë kam një princip, ata që për në shqyqojnë e din, gjdo dasmorë gjithmonë për se të fillej, unë e tharase edhe konsultohen atë qysh për dalë. Okej, i ki regullat me urime, pa urime, du me urime. Okej, urime vjen, valen nuk ka shans me undalë, kongat qysh t'i bjen rani.
Okej. Kështu që nuk ndodha ajo te unë s'ka shans për shkak nalet tash se duhet këto e me kalu pe Destanbegut me kalu hajde luna vallën Po rrugës. edhe komplet dasmor mendoj që faqesh te ti. Absolutisht, po kështu që jo, ajo nuk ka lënë. Një ndodhi që të ka ndodhur në Ndarsëm, diçka si që këto dasma, që këto punë, që këto vite, e di që të ka ndodhur shumë, Ka pas shumë. ke po diçka që më shmë nga kallëzu sonde që... Po ko një për shembull që ndoshta se kam kallëzuar ndoshta edhe hera parë, s'po më kujtohet, me një Darsëm, zoja e shtëpisë po thotë unë du def. Okej. Thash okej, vanonë tash e kem defin. Edhe okej, fillum na le tha def. Okej, shoma defin. Filloj edhe mu me më bo monoton edhe në pauzën e parë i kisha do shok të doktora. A flem të qakiti, sonde, thash. Pa dhe unë s'kom kur që vesh. S'pë du me ja për më nëmën. Thash e zoja dasme si ka fajt. Thash edhe s'po do ndrysh. Definitivisht nuk e dojke. Me, bro, më kaloj ma. Filloj mu gërdit vetja. I thom, valon shoma në defe dhe mëse s'gat. Kur vjen të ortja, thom, e së të shqyqër, barën të kërdoj. A tha dhe aty def? Thash të këndoj martesën, kur ka thonë, kur vjen, defja, thom, edhe këtu defja, okej, edhe do më thonë e kryua. Në karierë dhe më ka ndodhë kështë që. Dorë zote që të mos përsëritet mo, sepse më ka ardhë hera parë në karierë që ndoshta më ka ardhë marra për vetës. Mirë po, ja që ndodhë. Po të që zbohën kretë kongë me... Ki gjithë shka. E këto është e problemi, sepse... Po më vjemi që ke pos durim edhe ke vazhdu me krypunën. krypunën. Sepse në fundë unë jam profesionist edhe nuk du mja prish shefin. Ajo ishte e vetëmi aty që u vetë ke do më thonë zoje shpisë, zotë shpisë shka dush. Kështë që ti shkollë mashkull, kisha folë ndryshe me to mirë. Po masë ishte gjenisë bukur atërës s'kisha mundësi. Më lejoj ka absolutisht po. Hera parë ndoshta që kam qenë unë i tërpruar ka qenë në këtë moment. Më kështë në zjedhë. Po, unë zora që kemi bërë. E të sakë shumë kënu diçka një balot me tonën diçka që ki posë ma herët. Shumë ki. Cilën po donë. Unë ti duket balotat, mos me ndo se të harroj. Ma vonë bela, unë të për të setë. Cëllën. Ama në një gjesë të hajde. Merit të gjitha, asë që mos le, në jetën time, kur ma mos u kthe, asë qa e jotja, mos të mbete se zemra ime, nuk se vend ma shumë, ish ma unasën, që në gisht ma vure, harroj pran verat, kur t'kisha lule, harroj pran verat, kur t'kisha lule. Po, dhe kjo është shumë kongë e vje, se pas tani shumë. Moti. Po, shumë moti. Kështë ka shku këtë konë? Këto ka shu Fatmir Muja tekstin do më thonë e ka bo, edhe muzikën e ka bo Fatmir Muja. Ka qenë kongë shumë e mirë, është ndëgju jarë zakonisht shumë edhe s'di më kujtu ashtë. Po du më këty të konga me Dafinën që e përmenëm. Ka qenë një kombinim për me, perfekt. Edhe jeni për shtatë në konga e mirë gjithë. A mëna me po afrime me një repere, për shumë, nëse kështë pos një ftes, një kongë të mirë, një diçka. Une kom bo dhe me repere. Po e di, femën e repere, ma si ke bo me Dafinën. Absolutisht, do më thonë po, sepse nuk i frigohëm as njerë punës që unë e baj, mirë po për shumë rrasë me Dafinën ka qenë kombinim fantastik, për arsy se është një këngëtare cila mu më pëlqen që e këndon bukur. Do më thonë, është një rapi këngëtarëve që unë e adoroj mënyrën e të kënduarit e saj. Edhe kur gërshetohen dy ngjyra, doli publiku është aja që e dha verdiktin, do më thonë, e kam prit jashtëzakonisht mirë dhe kështu që ja ka qëllu, ka qenë një sistemi i Dafinës, se prapë tham. Ja ka qëllu, unë i thash, kemi kongë tjera, jo, da i thonë, po du. Po, që të kongë me Dafinën, i ko, bëjmë me thonë, ma shumë se 15 vjetë. Po. Kena qëllu dikon bashkë, edhe më konë me piano, edhe ka pas kënu që të kongë.
Edhe kur u dol konga e kom ditë që Davina e ka dash gjithë. Shumë e ka dash, shumë definitivisht, edhe kështu që doli fantasi. Kongë e mirë edhe u dol perfekt. Qa këshëm kënu diçka tjetër? Çka dush të zgjedhja është e jotja. Unë kom qaf më ditë të natën veç me këqi. Me këqi diçka qa po ta marrë menja. Kur kena folë për me o, qatë ka marrë menja, qatë ka shku menja për me kënu. A ke menu spontan veç? Unë e kam qef spontan. Në momentin kur është tu, kur e kam në mjeshtër për para, unë nuk frigohem. Kur është tu stoj e mirë atëre edhe kur qelet furra dhe bukt për furrës dalin të mira, kështë që në ka të lashën këtë drejtim. Okej, mu i me shku dhe me balat që do. Okej. Mos me nda, shkojmë? Po, ku? Hajtë, Ce. Ku mjesonte m'ka marrë mali, a kjo pritje mu në shpirt më kali. Të besova pse më ike, ku mjesonte ti moj që më fike. Mos me ndo se t'arroj për gjithmon të dashunoj. Mos me ndo se t'arroj ahrinin time, po shkatroj. Afrimo Cici. Bravo, Vini. Ta zavë. Ta shpëkthene të qashtja e zanit. E di që është me të lindën, nuk diskutohet ajo. Po qysh ke mujt me rujt, sa e runë sa i kujdes shumë. Shumë. Klimës shoj kur. Po, asë në kërë, shumë ruash. Kur njët, do më thonë, makinën time s'ka klimë. Në shpe, s'ka klimë. Aty ku kam binën gjithmonë, insistoj edhe kërkoj nga pronari që barëm ku jemi natë vendosun me mundarë. Zakonisht jam për mi kështu offer Do më thonë, ato e kam kërkesën numër 1. Me akull sa në asë njerë. Sport boj, rakis pi, sa në pa gaz, pije pa gaz. edhe gjithmonë, do më thonë, është një farë për kujdesi që unë mënoj që pushimi, gjumi është ai cili erun zërin, erun ai që ta ka falë mas shumë, po ti du të mja bo pak hizmetin, du të mos me bërtit, A me knu? du të me knu, du të në momentin kër është shes edhe na jemi njerës pe mishtë edhe pe gjaku kur e vren që i lodhën, nuk i nevoj me peskat shumë, po e zheni një tonalitet ku E u tonalitetin e është një farë ustallakus që du të me përdor pak edhe diafragmën e tjera. Ka shumë elemente, momentin kur përcaktohesh në stazat gjata dhe me majtë këtë farë punë, atëre nuk është të letë. Do që me mendu që kemi kru nesër prapë, mas nesër, normal. Sepse du të me konë shumë i kujdesshëm, se kur e ki eventin sot nesër, mas nesër, atëre ku je nisë. është problem, jetë në gjysë rrugës, kështu që duke ju falenderuar të madhe të Zotë edhe normalisht kujdesin që unë e bëj për veten time edhe inkurajoj që edhe të tjerë ta kenë këtë kujdes, duhet me rujtë sepse është bemishit edhe kë. Po, në Ulqen e di që ke knu shumë me vite. Po, 16 vite. Po, e di që mulon, do më thonë, jodin, blokon, atë ka ndodhë në Ulqen? Jo, përkundrazi, do më thonë... Se di që shumë këngëtor kanë pas problem. Unë e për vete jo, jëm la, vazhdimisht, kom lujtë futbol, normalisht që edhe sportit në banë shumë, mirë po që për shamull ajo mu nuk më ka pengu. Më thonë të ti s'ka pas... Nuk ka pas asin loj pengese, mirë po gjumë edhe normalisht që du të me rujtë, sepse ka njëherë edhe na jemi edhe mu mdodhë, që la në gripi, që la në ftofja, mirë po duhet t'jesh gjithmonë i gatshëm edhe për kundër gripave, kundër ftofjeve tjera sana. Po du me një këshill për artistat e ri, përveç asaj që e diskutum ma herë për identitet që do të me qenë vetvetja gjithmonë, cila është këshilla jote që këshe këshillu një të ri?
trit edhe trejat, që kemi jashtëzakonisht shumë. Janë shumë të mirë. Unë inkurajoj edhe i ftoj që t'jenë vetvetja. T'jenë shumë të kujdesshëm në paraqitje skenike. Nuk mund është me shku në dasë me farmerika të shkyme, e me një majicë. Për mu, më mendoj që është një lloj ofendimi për dasmor, edhe unë shkoj me farmerika të shkyme me një klub, me një diskotekë, nuk është problem. Në eng familjar, për mu absolutisht, ajo është e papranueshme. Pastaj, dukja komplet, që janë elementet bazë. Dihet, Ajnal duhet me dhe talentin e ketë, mirë po tash s'mund është e me shku me... Paraqitja, dhe me qenë... Paraqitja du të jetë absolutisht shumë profesionale, sepse ndikon shumë, edhe në dasmorin, edhe në ata njerëz të cilët janë aty, po edhe të vetvetja. Domthonë është elementi kryesor, të jenë shumë të përgjithshëm edhe ta marrin çdo event të shajt. Nuk mund është me thonë u bona këngëtar me një spot, me një dasëm, me një klub, me 3 tezga, që themin në atë zhargonin tonë, nuk du bën ajo. Secila që ka përfundu që 40 vjet, për mu janë të kaluara. Lavdivshme, po sonte, mu më intereson sonte. Unë përgatitna për sonte, ajo që ka ndodhur dje ka kalu. Do më thonë, kjo është ai sekreti kush dënë me marë. Kush dënë, pra po thëmë puna marë pa mu, sepse se cili jemi linë vetë dhe rrugtojmë drejt. Mirë po, për me mbjetu në këtë punë, duhet të banë këto gjona që i thash pak më lartë, mirë po, elementi kryesor është që duhet të jesh besnik ndaj atyre që dojnë dhe të adhurojnë. Në momentin kur të dënon publiku, është fundi i karrierës tonë. Ajo është ligj i shkruar. Në momentin kur ti je besnik ndaj tyre, atëre nuk ka nevojë me zhgënju, sepse në qëse të ka jepë Zoti ty talent, edhe ketë këto të mira, me një bend fantastik. Edhe ti për zhgënjen ato, zdi që ka pret nesër me shkuta e njeri. Kështu që aty du të jetë 100%, të fokusum, e di që ka shumë, e di që ka të jashtëzakonshëm, mos e prish një frazat, kënoni ashtu që që ka pësu nona Shqipën e bukur tonë të pastër, edhe jeni korrekt. Jeni të përkushtuar ndaj profesionit, veç puna morë. Bravo, shumë mirë. Kom patriotike? Po. E këshëm kënu? Çfarë? Që me bo një farë laramani, një vërtar. Okej. Cëllën, për shamë. Po shkojmë për shamë, dhe që në më të një kohë. Hej, zongu krisi pushka më rom, atje poshtë në një lom, thanë se verani sufin prom, e kojnë në kojnë, thanë se verani sufin prom, e kojnë në kojnë. Mos me mot me të rezim, se nuk ish more gjomazim, e kojnë në kojnë, se nuk ish more gjomazim, e kojnë moje zeza, no. Brutal. Kong patriotike, din shumë. Po kong vjetra nuk diskutohet. Kom fillu me patriotike, edhe normalisht që për me ndihmu një këngëtar më bind, në qoftë se i din këngët folklorike, edhe i nin këngë folklorike, këto tjerat janë... Edhe kjo një këshill. Vin vetë. Do më thonë, momentin kër ti e këndon një këngë folklorike, po këndon një këngë folklorike, ashtu që shë kanë këndut parët tonë. Pik presje, mos e ndrysho, mos e prek. E jo të ashtu të deformohet, për shembull, me skalat orientale, konga patriotike, që janë shumë kongë, për shembull, sinonimi i kombit tonë, kongë të dëshmorëve, të historisë tonë të lavdishme, definitivisht është keq. Po, pikërisht po do më lidh
Qëtu të kongë patriotike. Kongën kush e nis luftës më e pari, e kom ni edhe në gjuhën Bullgare. po, bullgare është, Po, do më thonë Agroni, kur e ka bo, do më thonë, mas një muj ditë e di që ka pas bo një loj padije sepse kanë marrë bugarët nga ne. Do më thonë, si vi melodike. Na kemi shumë kongë që edhe popuj tjeri marrin. Po, edhe kongë të mija kanë ndodhur që kanë Martesa e Smet Bugojevcit është marrë në Serbi. Në kohën për shkakun përpara. Po. Indieri çka kanë, do më thonë, i adhuruar. Edhe në atë kohë domethënë kanë marrë. Edhe në atë kohë kanë huazu pineva. Kanë huazu. Okej. Kanë huazu, do më thonë, Çomor Rezja kënojnë edhe sot në për Serbi. Edhe në për Bosnë, edhe popuj tjerë. Por Bosnjak e di që marrin Po, shumë. do më thonë, edhe Bosnjakët, edhe i gjithë populli i Jugosllavisë asoj kohë kanë marrë kongën. Ç'ni kur e keni kongën tonë çto se është kongë. Po, përfundimisht, do më thonë, unë tash ta mujna më bo patriota sa A ka pas si polemika që ka menu që ti e ke marrë? Në atë kohë ka pas polemika që si u mur kjo kongë nga bullgarët. Ka pas kësi njerëz të cilët ju ka onë tash mos jam më shu se cili mirë po në mu kur më ka ofru nga Indieri Agroni komplet ai material album që e kom pas bo, mu ka pas pëlqyt jashtëzakonisht shumë tekste, edhe nuk kem fokusu tepër në vinë melodike. Mirë po pasaj ai pat disa probleme shëndetësore dhe Indieri s'pat kohë sepse më ka pas thonë që kam fillu një procedurë se thot ma kanë marrë këtë drejtën autorit bullgarët. Mirë po ka qenë kohë, do më thoni ka dikun gati 20 vite edhe nuk s'ka pas drejtë rregulluar këto drejtat autorit. A mendon që janë rregulluar te na? Jo. Se dhe zamuridis se edhe jo, na po ka shumë probleme. Jo, absolutisht jo, sepse secili ta merr kongën vetë kërkosh nuk është mirë. Dhe më thonë, është një herë për gjithmonë duhet që këto të rregullohen në bazë me ligjë. Mirë, po kjo ende mungon të na dhe derisa mungon të na atëherë ka më qenë problem sepse në shtetet e Merfillat diskuton me marr asnjë një gjysë strofe se lemo. Pse kjo ngecit të na kretë shtetet gati kanë rregulluar me këtë loshe, veç të nas edhe janë ato pas, për të kam shumë kongë, janë ato pas në çdo probleme me çto. Edhe pse ka fillu pak që copyright me YouTube, me sa ne kështu, po halon nuk e kena atë bazën kështu pa drejtën e autorit. Nuk e kemi parasysh sepse do më thonë, i kemi 6 vite, tash që se flasim veç për 6 vitet e fundit. Një iniciativë që është nisë nga shumë ne që të kryet për shembull e drejta autoriale, nëse 6 vjet s'kemi parlament. Nëse 6 vjet jemi në terr institucional. Edhe normal leçi nuk merret kush me këtë punë, nuk po merre me gjona që janë më vitale, përkundrazi po ka shumë probleme, tash mos më dash me dhënë konotacion tjetër kësaj interviste, po domethënë merren me gjona të tjera të cilat ky popull mas i po i han le të vazhdojnë sepse kjo është çmenduri. Domethënë, në momentin në shtet kur ti nuk mund të punosh pa u tatimu. Edhe nuk mundesh me shku në asnjë mbrëmje pa deklaruar, ndërsa drejta jote e autorit nuk mbrohet, atëherë çka kemi diskutuar. Ndesh me njëra me tjetrën. Absolutisht, mirë, po jemi ku jemi. Me shpresë që do të bëhet mirë kur t'i bojmë në 80 vjet, sepse për generatat e reja inshallah vinë ditë më të mira, për neve jo, sepse nuk i çka kemi volë kur në kryeqytet s'ki teatr. Për shembull. Kur në një kryeqytet po flasim as jemi në Prishtinë nuk i toalet publik. Çka kemi volë më shumë. Domthonë, në vitin 2026 na do të më diskutuar që në kryeqytetin e Kosovës nuk kemi teatr kombëtar. Kur baza për më shku që mos flas për salla koncertrale e tjera që janë na. Mirë, po një teatr nuk e ke ku është dashur që na me prit ka 2 orë në rand për me him randa me pa në shfaqje. Domethënë s'ka teatr. Po çka është më e keqja, që është realitet. Dikush mund të më shohë militantët, pse kam atë problem, shohën sa don. Veç a kemi toalet publik në kryeqytet? Ku që më tepër. Që është realiteti jonë. E mos flasim për drejta autoriale, ma merë ta marë kongën, ja merë aja tjetër kuj tjetë vestitë, dhe falë se Allah si kënovën e 2 strofa. Këno burë që keme bo. Qështë? Ja dhe tjera këna mi ma thellë në që tim. Edhe diska që po kënë veç koti jena në fund, të shprizojmë kohën. Okej. Piknejmë një 2 kështu kaptas. Qa dushti? Mos me ndo... E kënum? E kënum? Po. Ne pëndohem e kënum? Hajde. Fanote? Ce? Sonte na erdi fundi e me zemër ne po qajnë, tjerët mendojnë se jemi t'luntur, por jeta na ka nda.
Jemi lind për njëri tjetrin, ndarjen se kemi prit, edhe pse ne do të vuajmë, prap do t'jemi një. Ne po ndahemi, njëri tjetrit po i urojmë fat, e din mirë të lumtur mës do jemi, se një shpirt të dysh po e ndajmë. Ne po ndahemi, pa dëshirën tonë, po për nes do të na merë bali ditë e natë, se me kur s'do t'jemi bashkë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kënaqësi edhe imja. Faleminderit shumë, më kënaqja, perfekt. Edhe unë, edhe inkurajoj 33-jat, e janë, ka mundësi. Për para, kur ne jemi kriju, nuk kemi pas këtë mundësi. Po është dashë me shku në Shkup, me 2 kanala, me të parën me kryu krejt. Edhe s'ka pas mix, s'ka pas mundësi, e keni dhe zë mikrofonin, e keni edhe 100 venda tjera. Po, sa. E janë ata që din me këndu urdhoni këto, edhe gabimet mos jafshi, as mu, as atyne. Sepse ata që na dojnë me na po, kanë qef me na një dhe gabim, sepse jemi njerëz dhe jemi live. Kështu që e janë i përvon e vetën. Mos u mashtroni me inteligencë artificiale e me playback se nuk ban. Kjo është porosia ime. Faleminderit shumë, Afrem. Faleminderit shumë, më kënaqja. Që ke gjetë kohën fillimisht me qenë prezent sonte. Kënaqja shumë muhabet, kong për këndim mos e diskutojnë, ha. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Po këtu po e përmbyllim sot. Shihemi javën tjetër me Musafirin e Rodës. Faleminderit shumë. Natën e mirë.